e konsideroj Edi Ramën argat të Vučićit. Pse e konsideroj argat të Vučićit? Sepse sa po erdhin pushtet, Edi Rama filloi takimet e fshehta me Vučićin dhe shpalosi një projekt të Miloševićit të viteve 90. Ndarja dhe ndryshimi i kufive të Kosovës. Mbaroj koha, zoti Berisha. Mbaroj koha e replikës. Nuk ka dy replika, nuk merren replikat vullnetarisht, edhe me dëshirë. Ka folur një deputet, te ka marrë një replik 2 minuta. Ju lutem përfundonin fjalin dhe fjalën e ka zoti Gazmend Bardhi. Këtu doli Taulant Begojaris dhe foli për atë që s'ishte rendite në çështje. Këtu është për i Pardin, ai foli për gjëra tjera, dhe më përmend emrin, tani unë po i përgjigjem. Kjo është gjë më normale.